një ditë përgëzimi, një ditë pajtimi, një ditë falje, një ditë mëshire. Kemi kalu 29 ditë. Një periudhë dhe shumë fitra kemi kalu që të lajmë zemrën tonë, që të lajmë mendjen tonë, që të lajmë madje dhe stomakun tonë, me vetëm qëllim që para Allahut Azza wa Jall ditëve të fundit dhe në ditën e Bajramit të dalim faqebar dhe krenar, që jaja dalim në fund dhe nuk e lanë në gjysëm dhe nuk e lanë pa e respekturin Allahut Azza wa Jall. Por gjithë ky ndryshim psikofizik duhet të reflekton tek ne që ne të bëjmë më të mëshirshëm, më të dashur, më tolerant dhe më të butë përballë njëri tjetrit. Andaj ditë Bajrami, ditë gëzimi, nuk mundesh vetëm me kalu. Dashuria kërkon t'i pa, ty njerëz. Sikur që hidhërimi nuk mundesh me vetvetën me bo, dush me t'i kanë, edhe dashurinë dhe gëzimin dush me bo me t'i kanë bashkë. Qaj njëri me cilën bashkë dush me bo gëzimin, është babaja, është nonaja, është vllaja, është miqaja, është daja, është miku jo, është familjar jo, është kolega jo, janë shokët e tu, janë komshit e to, janë njerëzit që gjithë neve në rrethojnë. Andaj të reflektojmë me agjërimin tonë, në këtë ditë gëzimi, në këtë ditë festive, të reflektojmë gëzim dhe festë për gjithë njerëzit dhe për gjithë shoqërinë tonë, që me të vërtetë e dëshmojmë se na kemi qenë njerëz që kanë agjëru dhe se ky agjërim na ka ndryshuar mendjen tonë, moralin tonë dhe sjelljen tonë. Për në fund, në emër të imamave të xhamisë, në emër të këshillit të xhamisë, gjithëve ju kohë për hajër Bajrami e gëzofshi me gjithë familjarët e tuaj. Bajrami në Mubarek olsun devri kardeşlerim, ne ka vjetë çestit Bajram, po qituani braća, duke lutur Allahun që Allah gjithë të jam të na jep ditë gëzimi e ditë të mira në vendin tonë dhe në popullin tonë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.